Arben Fetaj mbetet pa mbështetje. Krau i Arben Fetajt në Aleanca për Shqiptarët ka mbetur pa asnjë përfaqësues në kuvend pas lëvizjeve të fundit brenda subjektit politik. Nga Fetaj janë distancuar edhe ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, deputetja Mimoza Musa dhe funksionarë të tjerë të cilët mbështesin opsionin për transformimin e Blenit në parti. Pas një iftarit organizuar ku mungoi Arben Fetaj, ministri Azir Aliu potencoi se në këtë moment është i rëndësishëm bashkimi i ASH-s dhe procesi i shëndrimit të Blenit në parti. Se dikush dëshiron që të bashkon Aleancën për Shqiptarët, është ky grup i Aleancës për Shqiptarët që është në Vlen, dhe ne kemi punuar nga dita e parë që të bashkojmë Aleancën për Shqiptarët, për shkak se përçarjet më së miri ne i dim se sa janë të dhimbshme dhe sa nuk janë në dobi të qytetarëve. Pra ne do të kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë që Aleanca për Shqiptarët jetë më i bashkuar se sa kurrë. Ministri Aliu përplasjet brenda partijake i quan të natyrshme, duke pohuar se janë procese të shëndosha demokratike që mund të hasen në çdo organizim politik. Gjithsesi, tani rruga është që të bashkohet Aleanca për Shqiptarët dhe të jemi sa më të bashkuar në një infrastrukturë që nesër do të thithet Vlen. Pra e dini që nga fillimi ideja e Vlenit ka qenë që një ditë të jetë një parti politike. E dini që tani ma ka edhe lëvizje, pra lëvizja Besa bëri hapin e parë për të krijuar struktura që do jenë kompatibile me Vlenin. Pra rruga e gjithë këtyre partive që janë brenda, një ditë do të mbaron në një parti që do të thirret Vlen. Ilir Demiri është në shtëpinë e vet, u shpreh i prerë ministri Aliu, teksa u pyet për prezencën e tij në këtë iftar të organizuar nga kjo strukturë politike. Kujtojmë se Ilir Demiri ko më parë u shkëput nga Zjadin Sela për të vepruar si i pavarur në kuvend. Ilir Demiri është në shtëpinë e vet, është antar i Aleancës për Shqiptarët, edhe një herë potencoj që ideja është që gjithë antarët e Aleancës për Shqiptarët të jemi bashkë, neve bashkë kemi filluar gjithë proceset politike, atë formën se si politikisht ne mendojmë është e njëjtë, prandaj dhe jemi grup i organizuar nga viti 2017 edhe me emrin Aleanca për Shqiptarët, pra Iliri është aty ku e ka vendin. Kujtojmë se ko më parë kuvendi qendror i lëvizjes Besa me shumicë votash miratoi vendimin për shkarkimin e kryesisë qendrore të lëvizjes Besa në vazhdën e procesit të filluar për bashkimin e Blenit në një subjekt të vetëm.